Zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë takohen këtë të martë në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, një ditë pas përfundimit të bisedimeve në Gjenevë mes Washingtonit dhe Kievit rreth planit të paqes të presidentit Trump për Ukrainën, raporton rrjeti britanik BBC. Takimi vjen teksa raportohet se Ukraina ka ndryshuar ndjeshëm planin e paqes të SBA-s për t'i dhënë fund konfliktit, duke hequr disa nga kërkesat maksimaliste të Rusisë, ndërsa udhëheqësit evropian paralajmëruan të hënën se nuk mund të arrihet një marrëveshje së shpejti. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mund të takohet me Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë më vonë këtë javë, thanë disa burime për The Guardian, mes një fluksi telefonatash mes Kievit dhe Washingtonit. Ukraina po bën presion që Europa të përfshihet në bisedime. Të hënën Zelensky tha që tani pas Gjenevës ka më pak pika, jo më 28, dhe shumë element janë përfshirë në këtë kornizë, duke shtuar se çështjet të ndjeshme do të diskutoheshin me presidentin Trump. Tani plani përfshin vetëm 19 pika. Kievi dhe partnerët e tij evropian thonë se vija ekzistuese e frontit duhet të jetë pika fillestare për diskutime territoriale. Ata thonë se nuk mund të ketë njohje të territorit të grabitur nga Rusia ushtarakisht dhe se Kievi duhet të marrë vendimet e veta nëse do të bashkohet me BE-n dhe NATO-n, diçka për të cilën Kremlini dëshiron të vërë veton ose të vendos kushte. Duke nënvizuar qëndrimin e ashpër të Kremlinit, ndihmësi më i lartë i Putin për politikën e jashtme Yuri Ushakov, tha se Moska do të refuzonte një kundërpropozim evropian i cili, sipas një kopje të parë nga Reuters, ndryshon kuptimin dhe rëndësinë e pikave kyçe në lidhje me antarësimin në NATO dhe çështjet e territorit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron deklaroi se vetëm ukrainasit mund të vendosin se çfarë lëshimesh territoriale janë të gatshëm të bëjnë.